A e dini se një fëmijë jetim i etiketuar si fëmia idealit për shkak të pamjes së saj dhe i refuzuar nga 12 familje, e gjeti frymëzimin e jetës në një fletë reviste të hedhur nga era? Ajo ishte Mabenti Bangura, e cila më vonë u bë balerina e famshme Micaela De Prince. Ajo që ajo bëri 30 vjet më vonë për nënën e saj adoptuese, do t'ju emocionoj thellësisht. Mos u largoni, sepse kjo është historia e vërtetë e një vajze që dëshmoi se kur nuk duhet të heqësh dorë nga ëndrat. Një revistë u fry nga era kundër portës jashtë jetimores, dhe ajo e gjeti. Kjo ishte një kopje e asaj reviste dhe imazhi një balerine në kopertinë që i dha një jetimeje të shprimisht të trishtuar, diçka që ajo nuk e kishte pasur kur më parë. Shpresën. Historia e Micaelës filloi në mes të kaosit dhe luftës. Pasi humbi të dy prindërit e saj, jeta e kësaj vajze të re mori një kthes dramatike kur një grua e adoptoi dhe ndryshoi gjithçka. Pothuajse 30 vjet më vonë, Micaela i dha nënës së saj adoptuese një falënderim që askush nuk e priste. Ajo lindi në një familje muslimane në Sierra Leone, më 6 janar 1995. Prindërit e saj e quajtën Mabenti Bangura, por fatkeqësisht vendi ishte thellë në luftë civile në atë kohë. Nuk kaloi shumë kohë para se të humbiste të dy prindërit e saj. Babai i saj u vra gjatë të konfliktit dhe nëna e saj ndroi jetë nga sëmundja dhe uria. Ajo u bë jetime para se të ishte mjaft e madhe për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Pas kësaj, ajo u dërgua të jetonte me xhaxhain e saj, por ai nuk donte të kujdesej për të dhe përfundimisht e dorëzoi atë në një jetimore. Jeta atje ishte larg të qenit e mirë. Stafi e trajtoi keq dhe etiketoi me numrin 27, i përdorur për fëmijën më pak të favorizuar. Ajo kishte një gjendje të lëkurës të quajtur vitiligo, e cila la njollë të lehtë në qafë dhe fytyrë. Për shkak se dukej ndryshe, ajo shpesh bulizohej dhe injorohej. Disa nga punëtorët madje quanin atij fëmijë idealit. Ata mezi e ushqenin dhe besonin se askush nuk do të dëshironte ta adoptonte kurrë. Veçense nuk kishte ku tjetër të shkonte, ajo duhej të rritej në vend në kushte të tmerrshme. Por kishte një pikë të ndritshme, një vajzë tjetër në jetimore. Ajo gjithashtu quhej Mabenti dhe ishte dhënë numri 26. Të dyja, Mabentit, bën shpejt mike të ngushta. Sado keq ti trajtonin të tjerat, ata qëndruan së bashku, luanin, hanin dhe shkonin në shkollë krah për krah, duke ndarë gëzimin e pakt që mund të gjenin. Një pasdite, ndërsa ishin ulur jashtë, ndodhi diçka e papritur. Një fladere i fryu një revistë të vjetër, kërcimi pikërisht në fytyrën e Mabentit ton. Në kopertinë ishte një balerinë e bardhë, që qëndronte në majë të gishtave të saj me një tutu roz. Ajo duke plot hir dhe gëzim. Mabenti nuk mund të ndalonte së vështruari atë. Diçka në lidhje me atë fotografi ndezi një shkëndi brenda saj. Pikërisht atëherë ajo vendosi se donte të bëjë dhe ajo një balerinë. Ajo palosi kopertinën e revistës dhe e fsheu në të brendshmet e saja. Ai imash u bë shpresja e saj sekrete, diçka për të cilën mund të mbahej dhe të ëndërronte. Por para se ndonjë gjë të përmirësoj, ajo duhej të kalonte edhe më shumë dhimbje. Mësuesi e saj e preferuar u vra nga rebelët, dhe streha ku ajo po qëndronte u bombardua. Pas kësaj, ajo u detyrua të ecte për milje vetëm për të arritur në një kamp tjetër refugjatësh. Përfundoi atje me shoqen e saj më të mirë dhe fëmijët e tjerë si ata. Edhe pse ajo kishte parë tashmë shumë gjëra për moshën e saj, ditët e saj më të vështira pothuajse kishin përfunduar. Në vitin 1999, një grua e quajtur Elaine De Prince hyri në jetën e saj dhe ndryshoi gjithçka. Elaine, e cila jetonte në New Jersey, kishte ndërruar të adoptonte fëmijë nga Afrika që kur ishte fëmijë. Ajo ishte vetëm 10 vjeçe kur vendosi. Donte një familje të madhe plot fëmijë që kishin nevojë për dashuri dhe një vend të sigurt për të quajtur shtëpi. Në fillim, ajo dhe burri i saj Charles po planifikonin të adoptonin Mabentin tjetër numër 26, por para udhëtimit të saj në Sierra Leone ndodhi diçka e papritur. Një ditë ndërsa po relaksohej në shtëpi, Elaine mori një telefonat nga agjencia e adoptimit që e la të hutuar. Më telefonuan dhe më pyetën cilën Mabenti doja të adoptoja, sepse ishin 2, shpjegoi ajo. Nuk kuptova në fillim, kështu që u kërkova të shpjegonin. Atëherë ata më treguan për Mabentin tjetër numër 27, e cila ishte refuzuar nga 12 familje për shkak të vitiligos së saj. Elaine u thye në zemër. Ajo nuk mund të ndalonte së menduari për këtë vajzë të vogël që ishte refuzuar vazhdimisht vetëm për shkak të pamjes së saj. Kështu ajo mori një vendim të shpejtë. Ajo i tha agjencisë se do t'i adoptonte të dyja vajzat.
Njollat në lëkurën e saj nuk kishin as pak rëndësi. Pas kësaj, ajo thiri burin e saj, i cili ishte larg me punë dhe i tregoi lajmin. Ai u kap në befasi në fillim, por shpejt i dha mbështetjen e tij të plotë. Disa ditë më vonë, ishte më në fund koha për të takuar me vajzat. Atë fundjavë, Elaine fluturoi për në Sierra Leone dhe shkoi direkt në jetimore. Kur mbriti, ajo pa se sa e pasigurt dukej mabenti numër 27. Ajo ishte aq e dobët dhe qetë, thjesht duke qëndruar vetëm me krahët e kryqëzuar. Kujtoi Elaine. Dukej sikur nuk mendonte se dikush do ta dëshironte ndonjëherë. Unë ecja drejt saj, i mbajta duar dhe i thash se isha nëna e saj e re. Ajo filloi të qaj me njerë. Mendoi se nuk mund ta besonte. Pasi përfundoi dokumentacioni, Elaine i solli të dyja vajzat në shtëpinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ajo e dinte se nuk mund t'i thëriste me të njëjtin emër. Do të duhej konfuzion shpejt. Kështu ajo u dha emra të rinj. Mia Mabenti de Prince për numrin 26 dhe Mikaela Mabenti de Prince për numrin 27. Nga momenti kur Mikaela u adoptua, jeta e saj filloi të ndryshonte në mënyra më të mira. Ajo ende kishte momente kur kishte frikë se mos ishte e padëshiruar përsëri, por prindërit e saj të ri i dhanë një lloj dashurie dhe kujdesi që ajo nuk e kishte përjetuar kur më parë. Kishte thjesht aq shumë dashuri, tha ajo. Unë nuk kisha qenë kur pra njerëzve të tillë. Nuk më duhej të shqetësohesha për asgjë më, dhe prindërit e mi adoptues më trajtuan aq mirë. Një mbrëmje pas darke, Mikaela i tregoi Eleinit kopertinën e vjetër të revistës që kishte mbajtur të fshehur për vite me radhë. Ajo tregoi balerinën në kopertinë dhe tha se donte të kishte këpucë si ato që kishte valltarja. Elaine u prek nga dëshira e saj dhe premtoi se një ditë Mikaela do të kërcente gjithashtu, dhe ajo e kishte seriozisht. Vetëm disa javë më vonë ajo regjistroi si Mikaela ashtu edhe motrën e saj Mian në klasë baleti. Mikaela mori baletin shumë seriozisht. Kishte qenë ëndra e saj që kur ishte fëmijë, dhe tani më në fund ajo kishte mundësinë të ndiqte. Me kalimin e kohës ajo filloi të përshtatej në jetën e saj të re. Elaine mbështeti atë në çdo hap të rrugës, madje duke kaluar orë të tëra duke rregulluar dhe lyer kostumet e saj të kërcimit për të përshtatur me tonin e lëkurës së saj. Mikaela vazhdoi të përmirësoj, por thellë brenda saj ajo ende luftonte me pamjen e saj. Vitiligo e bënte të ndiejë ndryshe dhe shqetësoi se të tjerët do ta vinin re. Por më shumë se çdo gjë, ajo donte të provonte se i përkiste skenës pa marrë parasysh asgjë. Pastaj erdhi dita e performancës së saj të parë. E veshur dhe gatshme, Mikaela nxitoi te nëna e saj në audiencë dhe i pëshpëriti. Mami, a mund t'i shohësh njollat në trupin tim? Zëri i saj ishte nervoz. Elaine buzëqeshi dhe shikoi butësisht. Jo e dashur, u përgjigj ajo, ato thjesht duken si pluhur zanash. Duke e dëgjuar këtë, Mikaela u qetësua dhe tha, "Oh, mirë, tani mund të jem një balerinë e vërtetë." Kështu që unë e pyeta mamin tim si, a mund të sigurohesh si, nëse e sheh, më trego. Dhe unë thash, jo vërtet. Ato duken si pluhur zanash. Dhe ajo thot, "Oh, mirë, tani mund të jem një balerinë profesioniste." Performanca e saj shkoi bukur ndërsa kalonin muajt, ajo u rit me sigurt në trupin dhe talentin e saj. Në moshën 17 vjeçare ajo u bë balerina më e re që performoi në teatrin e Harlemit në New York City. Vetëm një vit më vonë, asaj u ofrua një pozicion me baletin kombëtar holandez, me famë botërore. Edhe pse ishte ende adoleshente, Mikaela tani qëndronte në këmbët e saj. Ndërsa kalonin vitet, ajo u ngjit në grada dhe përfundimisht u bë soliste. Në moshën 22 vjeçare, ajo ishte ndër kërcimtarët më të mira në kompani. Ëndra e saj ishte bërë realitet dhe ajo ishte krenare për sa larg kishte arritur, por nuk ishte e lehtë. Ajo duhej të luftonte kundër frikës, punës së vështirë dhe refuzimit për të arritur atje. Tani kompanitë kryesore të kërcimit dhe profesionistët në mbar globin donin të punonin me të. Suksesi i Mikaelës vazhdoi të rritej. Ajo madje përfundoi duke u shfaqur në video muzikore për Madonnën dhe Beyoncé. Duke e pabesueshme, ajo kur nuk e kishte imagjinuar se do të arrinte kaq larg ose do të bëj dikush kaq i njohur. Një mbrëmje e ftohtë ajo ul në divan duke menduar qetësisht për jetën e saj. Ajo kishte kaluar 27 vjet duke arritur në këtë pikë, dhe thellë brenda saj, ajo e dinte se asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur pa Elainein,
Kështu, kjo është mënyra se si Mikaela zgjodhej ta falenderonte. Sa herë që kishte një pushim nga orari i saj i ngjeshur, ajo e merrte Elenin në udhëtime speciale dhe e surprizonte me dhurata të menduara. Ndonjëherë, ato vizitonin një qytet tjetër dhe kalonin disa javë duke shijuar shoqërinë e njëra tjetrës. Por Mikaela nuk u ndal me kaq. Ajo madje i bleu nënës së saj një makinë të re të bukur. Elen ishte tronditur nga bujaria e vajzës së saj. Mbi të gjitha, ajo u ndje krenare dhe falenderuese që kishte rritur dikë kaq të sjellshëm dhe të dashur. Sot Mikaela është një ambasadore për World Child, Fëmia i luftës, një organizatë që punon për të mbrojtur dhe mbështetur fëmijët e prekur nga lufta dhe dhuna. Është mënyra e saj për të dhënë diçka në këmbim, duke përdorur zërin dhe platformën e saj për të bërë një ndryshim në jetën e fëmijëve, ashtu si dikush bëri për ta. Po ju, keni bërë ndonjëherë diçka të veçantë për të falendëruar prindërit tuaj për gjithçka që ka bërë? Do të na pëlqente të dëgjonim historinë tuaj në komente. Nëse udhëtimi i Mikaelës ju emocionoi, mos harroni të pëlqeni videon, ta ndani me dikë që ka nevojë për pak shpresë dhe klikoni butonin abonohu për më shumë histori frymëzuese. Faleminderit për shikimin dhe kujdesuni për veten deri herën tjetër.